Territori i Kosovës për datën 8 maj 2026 do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm me reshje shiu në të gjithë territorin. Paraditja dhe pasditja do të jenë me vranësira të dendura dhe reshje shiu. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 24 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:14 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:50 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 13 deri në 24 gradë Celsius, Podujev 12 deri në 23 gradë Celsius, Skënderaj 12 deri në 22 gradë Celsius, Pej 13 deri në 20 gradë Celsius, Prishtinë 12 deri në 22 gradë Celsius, Gjakov 13 deri në 23 gradë Celsius, Malishev 12 deri në 23 gradë Celsius, Gjilan 11 deri në 21 gradë Celsius, Ferizaj 12 deri në 21 gradë Celsius, Kaçanik 11 deri në 18 gradë Celsius, Suharek 13 deri në 23 gradë Celsius, Prizren 12 deri në 18 gradë Celsius.